rast jo fort i zakonshëm ka ndodhur në spitalin e përgjithshëm Daut Mustafa në Prizren. Një doktoresh, pa qenë staf i spitalit, ka hyrë dhe ka intervenuar në lindjen e një pacienteje. Kjo ka bërë që spitali të marrë masa dhe rasti të shkojë në prokurori. Në natën e 15 dhjetorit të vitit 2023, rreth orës 22:45, doktoresha Teuta Daullxhiu, e cila punon në klinikë private bashkë me një paciente të saj, e cila ishte në prag të lindjes, kishin shkuar në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit. Ndonse spitali kishte 2 ginekolog kujdestar, të cilët ishin përgjegjës për secilin pacient dhe repartin, punën del ta ketë marrë në dorë doktoresha Daullxhiu. Ajo thuhet se ka hyrë në sallë dhe ka kryer lindjen e pacientes dhe kjo pa e pyetur askënd. Këtë rast thuhet ta kenë raportuar vetë mjekët kujdestar, ginekologët Fisnik Sinani dhe mentor Bojaxhiu. Por rasti natyrisht është jemi të informuar na, ekipi kujdestar, doktoresha në fjalë vjen pa lejen e askujt, futet në sallën e lindjes dhe kryen lindjen. Mjekët kujdestar që kanë qenë atë natë, normal kanë rezistuar me fjalë edhe na kanë informuar neve organet, s'parë kanë informuar mua si shefi i repartit, pastaj na e kemi proceduar rastin në drejtori. Pacientja kishte kaluar procedurat e regjistrimit në spital, ndërsa të pranishëm në sallë ishin edhe mjekët kujdestar dhe mamit. Po ka gjithsesi në libër lindjes, me histori, gjitha ato procedurat janë respektuar nga ekipi kujdestar. 2 kujdestar janë mamit, të cilët natyrisht kanë qenë prezent në aktin e lindjes. Kanë qenë prezent për hir të pacientit edhe të fëmijës. Më 18 dhjetor, ditë e hënë, shefi tjetër i repartit, Sebadin Gjini, çështjen e kishte raportuar në këshillin e spitalit. Në informatën e parë thuhej se doktoresha Teuta Daullxhiu kryen lindjen e pacientes A.R. dhe të gjitha procedurat para dhe pas lindjes. Shefi i njësisë së ginekologjisë më na lajmëru që kështu ka ardhur drejtoresha dhe doktoresha dhe ka kryer një lindje në repart. Menjëherë Këshilli Drejtues i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit është mbledhur dhe i ka marrë të gjitha masat të cilat janë të nevojshme, do të thonë përmes zyrës ligjore është proceduar lënda në organet e drejtësisë, po ashtu edhe mjekët të cilët kanë qenë kujdestar atë natë, të cilët kanë qenë përgjegjës për atë natë për repartin e ginekologjisë, edhe ata janë dërguar në komision disiplinar. Doktoresha Daullxhiu në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit kishte punuar nga viti 2004 deri në vitin 2022. Kjo sipas drejtoreshës së spitalit mund të jetë arsyeja sepse ajo ka mundur ta ketë më të lehtë futjen në sallën e spitalit. A është kaq e lehtë që dikush që ndoshta s'është staf i spitalit hyjë edhe qoftë në reparte të ndryshme, këtë rast që ka qenë ginekologjia me kry kësaj lloj intervenimesh? Jo, nuk është edhe aq e lehtë pasi që na e kemi sigurimin, po ashtu e kemi edhe kamerat, po të gjitha këto tash organet e drejtësisë, organet kompetente i kanë këto të gjitha të dhënunat. Ndoshta ajo ka mujt me shfrytzu, ka punu në spital, ndoshta atë ka shfrytzu, qysh ka mujt me depërtu deri nalt, tash merren organet gjyqëse për këtë rast. Po, sigurisht se kemi diskutuar edhe me sigurimin, po Këshillin atë ditë kur është mbajt të gjithë kemi biseduar për këtë rastim, sigurisht edhe për sigurimin, edhe për kamerat, edhe për të gjitha masat që duhet të merren. Na e kemi sigurimin edhe në ginekologji, edhe në hyrjet e porta, po gjithmonë është sigurimi. Ja, këtë sigurisht kjo nuk është sigurisht se ka kaluar ka me pacienta, nuk mund me identifikuar në spital, nuk e kemi atë sistem na. Do thonë sigurisht në ashtë ministri ose diku tjetër. Të na pacienti vjen për me lindë. Po mjekët kujdestar? Për kujdestar kanë emëruar që ka pru rastin. Për rastin është njoftuar menjëherë edhe shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës. Drejtoria e përgjithshme e SHSKUK-s është njoftuar lidhur me rastin, ka kërkuar që të ndërmerren hapat e nevojshme ligjore. Po, drejtorin e SHSKUK-s menjëherë kam njoftuar në telefon atë ditë, menjëherë. Edhe vetëm drejtori më ka thonë ai keni marrë të gjitha masat të cilat thash po, të gjitha bile ndërkohë e kemi njoftuar menjëherë edhe drejtorin. Në atë periudhë, do të thonë kur u mbajt Këshilli Drejtues.
por për rastin nuk ishin të informuar edhe Oda e mjekëve të Kosovës. Kjo odë u njoftua vetëm pas interesimit të betimit për drejtësi. Megjithatë, kryetari Pleorat Sejdiu thotë se masa ndaj mjekës mund të marrin vetëm menaxhmenti i spitalit, por jo edhe ata si Odë. Rastin e kemi identifikuar nga ona ju, nuk kemi qenë të informuar dhe kemi verifikuar në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit, të cilin e kanë konfirmuar, domethënë që është vërtet se doktoresha Fjalë ka kryer intervenim qoftë lindje, qoftë kirurgji, po do të thotë ka kryer një intervenim në kuadër të spitalit të Prizrenit, pa qenë punësuar. Ne kemi bë verifikimin nëse doktoresha është anëtare jone dhe ka licencë valide të punës në territorin e Kosovës, gjë që është e vërtetë, ajo i ka të gjitha lejet e punë apo kualifikimet apo dokumentat të cilat do i takojnë një mjeku për të vepruar apo të ushtruar profesionin në nivel të Kosovës. Se a ka pas drejt ajo, ato janë dokumentat të mbrëmshme, rregullore të mbrëmshme të institucioneve shëndetësore, qofshin ato private, qoftë publike. Normal, nëse nuk ka kontratë dhe nuk ka leje të veçantë për një ndërhyrje të tilla apo për zhvillimin e aktivitetit brenda spitalit, qoftë privat, qoftë të publik, atëherë do të thotë ajo është përgjithësi më shumë e menaxhmentit për lejen e dhon apo lejimin qoftë edhe në heshtje në intervenime të tilla. Ndryshe nga spitali, i cili hyrjen e doktoreshës në sallë e konsideron arbitrare dhe pa leje, verzion tjetër jep doktoresha Daullxhiu në bisedën e zhvilluar me ekipin hulumtues të betimit për drejtësi. Jo, unë nuk e kam kryer lindjen në spitalin e Prizrenit. Spitali Prizrenit, kam gjithmonë 2000 kujdestar. Pacientën e kam pas paciente të rregullt, edhe ajo ka ardhur në ordinancën time me dhimbje. Pacientja fillimisht ka dashur me lindje në spital privat, po koha nuk i premtoi. Ishte shumë urgjente, domethënë pacientja ka dashur me kryer lindjen, ishte lindja e tretë. Edhe me qenë se ishte ty shtërzu, vendimi i tyne ishte që me lind spitale dhe më thash, ok, mundeni me shkuar, të lutem doktorish mos na lë, sepse shtërzoj që ata kanë ardhur prej një fshati që është afër Brezovice, ku kishte shumë borë. Ju keni edhe ordinancën e Prizrenit, po? Po, e kam ordinancën në Prizren, edhe ka ardhur, pacientja nuk ka pas asnjë problem shëndetësor, ka qenë 70 vjetër, shumë e normale, shumë e rregullt, ka ardhur, kemi shku, kanë qenë mjek kujdestar si zakonisht, jo më lejmë rute mjekun joni dhe të motrat të cilin e kam gjetë, e kam paciente që kishte shku juri edhe rrugës e kanë kapët dhimbjet e mëdhaja. Lindja e tretë, lindet shkon lindja shumë shkurt, është shumë procedura, është shumë e shkurt se të një lindje e parë. Edhe se të një lindje e dytë, ndonë lindje e tretë, edhe kemi shku në spital, ka qenë doktor Fisniku kujdestar, jam lemru të doktor Fisniku, edhe zbashku unë kam qenë vetëm si përcjellëse e pacientës. Sipas doktoreshës, ajo ka marrë leje nga mjeku kujdestar për të hyrë në sallë dhe as nuk ishte diskutuar nëse ajo duhej apo jo të qëndronte. Ndonse ginekologja tha se nuk kishte asnjë problem, për dy doktorët kujdestar, lejimi i doktoreshës në sallën e lindjes u bë problem. Kjo pasi komisioni disiplinor i spitalit u ka shqiptuar masë disiplinore. Komisioni disiplinor ka vendosur 3 muaj të shkurtohet 30% e pagës të këtyre mjekëve të cilët kanë qenë kujdestarat natë. Ta shpresim na, do me thonë, dhe vendimin e organeve të drejtësisë. Në vendimin e komisionit disiplinor thuhet se doktoresha Teuta Daullxhiu, mjeke ginekologe, e cila nuk është e punësuar në sektorin publik me datën 15/12/2023, në ora 20:45, ka sjellur pacientën për të kryer lindjen në spitalin e Prizrenit nga ordinanca private dhe në mënyrë të kundërligjshme dhe vulgare, pa aprovimin e ekipes kujdestare, ka kryer lindjen në sallë.
tutje thuhet se të gjithë të paraqiturit, doktor Fisnik Sinani, doktor Mentor Bojaxhiu, edhe dëshmitarët Mami Blerina Capo, Mami Arta Thaqi, motra medicinale Selvete Krasniqi, motra Miradia Halili, të cilët ishin dëshmitar okular, kanë shpjeguar në mënyrë të detajuar se si ka ndodhur ngjarja. Sipas vendimit, 2 mjekët kujdestar janë fajtor sepse kanë lejuar hyrje në sallë të mjekës dhe të kryej aktin e lindjes së pacientës. 2 mjekëve ju është kërkuar që në të ardhmen të jenë më të përkushtuar në kryerjen e detyrave të punës, të respektojnë hierarkinë e spitalit dhe mos të pranojnë persona të paautorizuar. Në konstatimin e komisionit thuhet se 2 ginekologët nuk kishin ndonjë motiv të caktuar, por mosveprimet e tyre kanë treguar neglizhencë ndaj punës. Si rrethon lehtësuese për ta është marrë fakti se ata kanë lajmëruar shefin e repartit. Atë natë në njerë, brenda asaj periode gjithsa Teuta ka qenë këtu, jam informuar që ka ardhur doktoresha një person ose doktoresha në për lindje që nuk i takon më ardhë. Kanë tentuar mjek kujdestar që më thonë që nuk lejohet që ti me... Po natyrisht i kanë thonë, sigurt jam që i kanë thonë nuk lejohet doktoresha, gjithsesi i kanë thonë. Në anën tjetër, doktoresha mohon të ketë ndodhur një gjë e tillë, teksa insiston se ishte vetëm përcjellëse e pacientes. Ja, nuk është e vërtetë. Nuk është, unë së bashku me doktorin kujdestar kemi shku të dytë në sallë. Me cilin doktor? Fisniku. Fisniku ju ka jap leje që ju më qëndruat apo? Nuk ka dhënë leje, nuk më ka dhënë kërkush. Askush s'm ka dhënë kërkush, beson. Unë jam mjekë që kam punuar 30 vjet në spital. Po, që nuk vretet diçka, kemi shku në cilësinë e përcjellësit edhe kam qenë prezente në lindje. Madje doktoresha Teuta pretendon që gjatë procesit të lindjes kishin pirë kafe me doktor Fisnikun. Unë bile në ndërkohë derisa kemi prit lindjen, kemi pirë së bashku kafe me doktor Fisin edhe me 2 motrat aty. Kemi pirë kafe, kemi bollafe. Këtë ditë, derisa kemi prit pak lindje, normalisht lindja u kry shumë shpejt. Edhe pse nuk dëshiron të prononcohet, doktor Fisniku mohon të ketë lejuar doktoreshën Teuta në sallë. Është vërtet që është leju? Jo. S'është leju? Në asnjë moment? Ora jemi jo. A keni tentuar që me thonë largohu prej sallës sepse... Po normal që doktor Motori. Jo deklarat me shkollë detyrim. Me pika me... Herave tjera sa kanë problem me nxjerrat atë prej sallës? Nuk e di. Unë jam që një vjet i punë këtu, rasti i parë që ka ndodhur. Rasti i parë që ka ndodhur. Faleminderit. I ki deklarat atë drejtori. Për rastin, refuzon të flasë edhe mjeku tjetër kujdestar, Mentor Bojaxhiu. Edhe ai ka thënë se për çdo gjë të drejtohemi në drejtori, teksa ka refuzuar të komentojë masën disiplinore ndaj tij. Kurse doktoresha Teuta thotë se asaj i lejohej të ishte përcjellëse e pacientes. A i dashti më marrë autorizim para pakisht që më futë sallë bashkë me pacientin edhe me asistun lindjet sojna? Pacientja, sipas rregullorëve të spitalit edhe sipas ligjeve në fuqi ka drejt me zgjedh përcjellësin. Unë kam qenë në cilësinë e përcjellësis. Në korridor të spitalit, në çdo dhomë, në çdo dhomë të spitalit ekziston rregullorja që pacientja ka të drejtë me zgjedh përcjellësin. Zakonisht gjithmonë lypet insistohet nga ajo që marr pjesë bashkëshorti. Nëse bashkëshorti s'është aty apo nuk dan atëherë pacienti e zgjedh. Domethënë në çdo Ka qenë bashkëshorti në këtë rast? Ka qenë bashkëshorti, po jo nuk është futur brenda. Doktor Pleurat Sidiu nga Oda e Mjekëve sqaron se përveç bashkëshortit, askush tjetër nuk mund ta shoqërojë pacientën në procesin e lindjes. Po flasun pe praktikave normale që përveç baba në këtë rast i fëmijët apo bashkëshorti, tjetër kush nuk ka praktika që ka marrë pjesë apo merr pjesë apo ka drejt me automatizëm të merr pjesë në lindje, sepse ajo është parimi bazë në gjatë procesit të lindjes mund të marrë pjesë vetëm babai nëse nuk ka një leje të veçantë nga autoritetet për shkak të ndonjë nevoje shtesë të pacientit. Por nëse pacientja kërkon të them që unë dua ta kem këtë person afër, edhe në këtë rast doktoresha ka mujt ndoshta të marrë leje nga mjeku kujdestar aty, lejohet në të raste apo duhet leje veçantë ta me shkrim që ajo tjetë? Normal do duhet menaxhmenti të mirë, por nëse mjeku kujdestar ka marrë përgjegjësinë mbi vete që të bën një gjë të tillë, edhe ka lejuar, okay, doktoresha është në rregull, por se tash mjeku kujdestar a ka shkel rregullën e brendshme të shtëpisë apo jo, unë besoj që ato duhet t'ia jap përgjigjen vetë menaxhmenti i spitalit. E mira e gjithë kësaj ngjarje është se edhe nëna edhe foshnja janë mirë, por kush do të merrte përgjegjësinë nëse diçka nuk do të shkonte siç duhet?
Po sigurisht që do të marrin përgjegjësinë mjekët të cilët kanë qenë atë natë kujdestar, që kanë qenë kujdestar që është dashur ata me kry rastin. Po të ndodhte ajo me siguri se doktoresha do të përgjigjej për shkelje profesionale, nëse do të shkon të keq, kurse me siguri ata të cilët e kanë lejuar një gjë tillë me siguri se do t'i priste burgu. Se a do e pret burgu ndokënd për këtë rast, do i mbetet organeve të drejtësisë, pasi zyra ligjore e spitalit ka ngritur kallëzim penal në prokurorinë themelore të Prizrenit për doktoreshën Teuta Daullxhiu. Kallëzimi penal, të cilin e ka siguruar betimi për drejtësi, është ngritur në drejtim të veprës penale, ushtrim i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike, nga neni 256 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Fillimisht, rasti ishte në departamentin e përgjithshëm, ndërsa tani ka kaluar në departamentin për krime të rënda. Sipas informatave nga prokuroria, me 1 shkurt 2024, prokuroria ka autorizuar policinë e Kosovës, përkatësisht krimet ekonomike, për të mbledhur informatat e nevojshme dhe më pas do të vendosin se në drejtim të çfarë vepreje penale do të hetohet ky rast. Sipas prokurorisë, ata do të hetojnë edhe në drejtim të veprës penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare nga ana e mjekëve. Autorizimin nga ana e prokurorisë e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës, të cilët thonë se e kanë planuar në 2 shkurt 2024. Doktoresha Teuta thotë se ende nuk është intervistuar për rastin. Nuk jam ftuar ende nga ata. Kam dëgjuar që është një procedurë, por nuk jam ftuar. Nga spitali thonë kjo të ketë qenë hera e parë dhe e vetme që një person të ketë hyrë nga jashtë dhe të ketë kryer lindjen në këtë institucion publik pa qenë punëtor i saj. Unë është hera e parë që e kam dëgjuar, në gati 1 vjet e gjys jam në këtë spital, nëse një periudhë isha edhe në SHSKU-kës ushtrues detyre drejtoreshës, për atë periudhë sa jam këtu në asnjëherë nuk kam qenë informuar që doktoresha apo edhe dikush tjetër ka hyrë apo ka kryer ndonjë intervenim në spitalin e Prizrenit, që s'ka qenë i autorizuar ose e autorizuar, dhe nuk besoj që ka pas deri tash. Nëse po t'i kish pas, në momentin që kishim marrë vesh, na e kishim procedurë. Sejdiu nga Oda e mjekëve thotë se një rast i tillë raportohet për herë të parë. Nuk guxoj me thonë se është i paprecedent, sepse ka mund të ndodhen këto zona, por kjo është i paprecedent deri më tani, me rastin që tani nuk është raportuar dhe nuk është mirë, sepse rregullat ligjet e fuqinit i dashtëm ne si dashtëm nuk ne lejojnë një gjë tillë dhe do duhej të respektojë. Këso situate, shefi i reportit thot mos ta kem parapar as rregulloret. Po nuk shkruan rregullore kur gjë. Na e kemi studiuar rregullorën për kësi veprimin edhe rregulloria se ka parapa që mund të kush me ardh. Rregulloria e punës ose shkelja e rregullores punës ose ligjit. Nuk e ka parapa. Sipas Sejdiut, jo domosdoshmërisht duhet të jetë e shkruar për ta ditur se kjo nuk lejohet. Nuk di që ka rregullore që ndalon apo do duhet të ndalonte. Po është vetë kuptueshme kontrata me institucione për ushtrimin e veprimtarisë aty, nëse se ke kontratën atë s'ki qasje. Në televizion tonë t'ju nuk mund me ardhi kush me xhiruar nëse se ka kontratën me menaxhmentin e ju, edhe është shumë logjike do të thotë. Kjo mund të plotësohet ndonjë rregullore, por se unë mendoj që është vetë kuptueshme. Pas bisedës me doktoreshën, ajo është pyetur nëse është e gatshme që të gjitha ato t'i thot përmes intervistës, por doktoresha nuk ka pranuar. Pasi kupton se e njëjta po xhirohej, ajo hedh pretendime se nuk e dinte se ishim gazetar, ndonse ekipa prezantohet qysh në fillim. Doktoreshën jam Aljona Hoxhaj, gazetari prej emisionit Betimi për drejtësi. Dishta me bisedu në lidhje me rastin që ka ndodhur në spitalin e Prizrenit. Dhe më thonë që keni futur dhe keni kry lindjen e një pacientjes. E parë që ky rast është raportuar, dhe më thonë, në organe kompetente, dhe isha marrë dhe versionin e juaj, që ka ndodhur dhe në bazë të rregullores autorizimi keni hije dhe keni kry lindjen në spitalin e Prizrenit. Jo, ju më tha kemi prej betimit për drejtësi, po më tha qeni gazetare. Jo. Unë e betimin për drejtësi e lexoj çdo ditë. Kush punon në betimin për drejtësi gazetar, po besoj. Jo, po tash unë nuk e di kush punon, mundeni me qenë edhe gjykatës dhe prokuror dhe avokat. Doktoresha insistonte se nuk e dinte se jemi gazetar, ndonse gjatë gjithë bisedës nuk e kishte shprehur këtë dyshim.
Nuk keni thënë janë kamerat, e kthejmë kamerën mbrapa dhe ju tregon, apo ju keni Nëse ju keni konsideruar që ne jemi prokuror, atëherë po besoj që dashmë na pita jeni prokurore. Betimi për drejtësi i ka shkruar sërish doktoreshës nëse ka interes të flas me kamerë për këtë temë, por ajo nuk ka kthyer përgjigje. Gjithsesi, rasti është parë shumë shqetësues. Po sigurisht është shqetësuese, mos të kishte qenë shqetësuese ne nuk do t'i kishim marrë këto mase, se nuk është në rregull kështu diçka me ndodhe dhe nuk e lejojmë asnjëherë në spital ku jam më udhëhecse, nuk lejoj kështu diçka me ndodh, pa marrë parasysh kushdo ose cili do që është. Sejdiu thotë se për këtë rast do duhej të njoftohej edhe inspektorati shëndetësor. Nuk kemi informata, po unë besoj se do duhej. Është inspektorati shëndetësor ai i cili në një mënyrë mbikëqyrë zbatimin e ligjeve në Kosovë, sa i përket shëndetësisë, po edhe rregulloreve të mëranshme të institucioneve shëndetësore, qoftë publike, qoftë private. Inspektorati shëndetësor del të jetë njoftuar tek pas interesimit të betimit për drejtësi. Një përgjigje me shkrim të inspektoratit me 13 shkurt 2024 thuhet se nuk kanë qenë të informuar për rastin dhe se ditëve në vazhdim do të kryejnë inspektim në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit. Betimi për drejtësi përmes burimeve ka kuptuar se doktoresha Teuta Daullgjiu gjatë kohës sa ka punuar në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit ka marrë disa herë vrejtje me shkrim për shkelje të ndryshme. Por me arsyetimin se rasti është në nënhetime, Spitali i Përgjithshëm në Prizren ka refuzuar të na ofrojë informacion dhe dokumente për këtë rast. Ndërsa rasti i fundit do të mbetet të hetohet nga prokuroria që të zbardhet se si ka ndodhur dhe kush duhet të mbahet përgjegjës.